Tensionet në Azi kanë marrë një kthes dramatike, ndërsa Japonia dhe Kina janë përfshirë në një përplasje mbi një mundësi të përfshirjes ushtarake të Tokios në një konflikt për Tajvanin. Dhe kjo ka ardhur pasi kryeministria e re japoneze Sanae Takaichi paralajmëroi se një sulm ndaj Tajvanit mund të detyronte Japoninë të përdorte forcat e saj të vetëmbrojtjes nëse kërcënohej ekzistenca e vendit. Ajo theksoi se Tokyo duhet të parashikojë skenarët më të këqij në ngushticën e Tajvanit, ku tensionet janë të larta, dhe Pekini reagoi me zemërim, duke kërkuar që Japonia të ndalojë sinjalet e gabuara që mund të nxisin separatistët tajvanez. Megjithse kushtetuta japoneze pas luftës së dytë botërore ndalon përdorimin e forcës për zgjidhjen ndërkombëtare, një ligj i vitit 2015 lejon vetëmbrojtje kolektive në situata të caktuara. Ndërkohë analistët paralajmërojnë se skenari më i mundshëm përfshin mbështetje japoneze për veprimet ushtarake të udhëhequra nga SBA-t. Japonia ka kohë që përballet me pyetjen se si do t'i përgjigjej një konflikti midis Kinës dhe Tajvanit, i cili ndodhet vetëm 100 kilometra nga ishulli i saj më perëndimor, Yonaguni. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.